Jemi sot me Afrim Koçin, djalin 29 vjeçar, që merret me valle popullore, me ansambël që marrin pjesë në për evente dhe jo vetëm. Afrim, faleminderit shumë që pranove sot të marrësh pjesë në podcastin tim. Edhe shpresoj shumë që dikush na dëgjoj dhe të mësoj nga ti. Unë të falenderoj ty një në radhë parë për mundësinë që më dhe. Edhe normalisht që me ty do më thonë është kënaqësi që të bësh një bashkëbisedim, pavarësisht se e gjithë gjëja do më thonë ka në brendësi ka që t'jap atë mesazhin e mirë për gjithë secilin që na ndjek. Normalisht që jemi një kohë që vërtet njerëzve t'ju nevojitet që të marrin mesazhe ose edhe të përcjellin mesazhe nga më të ndryshmet, sepse po marrin çik gjërat për ters, si thoni llafi edhe. Ndesha të bëj një ndërhyrje që të faleminderit ti për mundësinë që Po jep edhe njerëzve dhe mua, se nuk është se unë po jap një mundësi dikujt, se e ke një vlerë dhe diçka mbi tjerët që normalisht po që është kjo pjesa e pengesës geni që mungon pjesa e promovimit. Që do të thotë po nuk po promovohen, nuk flas për veten këtë rast, po flas në tërësi. Të jemi sinqert, kemi të bëjmë me shumë njerëz me vlera, me talente nga më të ndryshme dhe realisht kjo pjesa e promovimit, domethënë në këtë ditë që ka ardhur sot ku flasim, domethënë është vetëm në bazë të nëse do kesh mikun, nëse do kesh një si të thush një vlerë monetare për të ofruar ose nuk e di. Dhe kjo pjesa e promovimit njerëzve që kanë vlera, kanë një talent apo çdo lloj mesazhi që ata mund të përcjellin është çike e vakët këtu në vendin tonë dhe prandaj ty vërtet është për të falendëruar sepse kjo gjë që po bën është vërtet diçka shumë e bukur dhe shumë domethënëse. Para se të bëj pyetjen që më erdhi nga kjo që parashtrove në lidhje me mos promovimin e vlerave. Desha të shtoj që nuk vuajmë vetëm për vlerat artistike në promovim, po mungon shumë edhe promovimi i vlerave personale, familjare, edukative, po mungon shumë edhe nxjerrja në pa e njerëzve që kanë diçka për të transmetuar. Se pjesa artistike shumë vetë mund ta konsiderojmë marketing dhe nuk është gabim patjetër që jo. Pse mendon ti që ka ardhur kjo mungesa e këtij lloji promovimi që përmendëm më parë? Për të vetmen arsye sepse unë siç e kam thënë gjithmonë, domethënë që besoj që te ne kjo pjesa e emancipimit ka marrë çik për mbrapsht, ka ardhur në mënyrë jo ashtu siç duhet. Unë nuk jam fare kundra modernës, përkundrazi normalisht që duhet, si thoni llafi, duhet përshtatemi me kohën, por që ajo që un kam domethënë diçka si trashëguar edhe nga familja dhe nga të parët ana që nuk duhet harrojmë se nga kemi ardhur. Njeriu nuk do të harrojë kurrë origjinën nga ja ka nis, domethënë nëse dikush ja ka nis nga zero me forcat e veta, besoj që nesër pas nesër kur të arrit diçka do e shijoj 100 herë më shumë se ai që i ka pas gati apo ku di unë se si mund t'i kenë ardha ti nëpërmjet tjetër kujt apo nuk e di se si. Duke qenë se jemi të dy të fushës eventeve, edhe Afrimi merret me valltar, përgjithsisht për dasma, siç e thash dhe jo vetëm, që bëjnë performanca vallesh tradicionale, jo nga këto që po nxjerrin lloj ca performancash që nuk janë njerëz kompetent fushës. Pa dal në një stad tjetër të muhabetit. Çfarë moshe ke fillu aktivitetin që ti bën sot? Unë pjesën e valles e kam nisur në moshën 6 vjeçare ken. Domethënë kam qenë 6 vjeç kur unë kam nisë merrem me vallë popullore, kam punu, kam pas fatin. Unë për veten time e quaj fat edhe privilegj të punosh me të madhin Recep Çelikur Ahmet Pas, sepse ai tani nuk jeton më dhe domethënë që kam nisë moshën 6 vjeçare deri sot ku flasim 29 vjeç, unë nuk kam ditë të ndaloj domethënë në lidhje me këtë fushë. Edhe jam edhe i çik vet tip që e kam qejf këtë pjesën e tradicionale shumë, edhe si natyrë jam vetë shumë tradicional në kuptimin që kam qejf që mos të humbi ajo ajka apo ajo gjurma që ne kemi parët tona kanë lënë. Me pak fjalë duhet ta ndjekim sepse ka goxha mesazh, ka goxha gjë për të treguar. Nuk mund të mohojmë faktin e zhvillimit, të emancipimit, sepse është një fenomen që nuk e ndalojmë dot dhe është edhe i nevojshëm. Si mendon ti, bazuar ka eksperienca që ti ke, se ti ke shumë vite që merresh
me eventet, se përgjithësi kur flasim për traditën në Shqipëni, unë mendoj që dasma i përmbledh shumë traditat. Përveç të tjerave, jo vetëm dasma, po është një ndër ato që i përmbledh më shumë traditat. Si do a sugjeroje ti, duke qenë si je profesionist, si do a sugjeroje ti që të bëhet kjo ndërthurja e modernës me tradicionalen, sepse normalisht duke qenë se merrem me këto punë, gjithmonë e kemi një mendim. Normalisht që po, por që ndërthurja e këtyre dy gjërave është shumë e thjeshtë. Që domethënë se cilës nga këtyre dy komponentëve të jepet rëndësia e vet. Domethënë gjithë secilës, flasim si te aspekti i traditës, si te pjesa e zakoneve apo e mënyrës se si ne e interpretojmë apo se si ne e zbatojmë, edhe pjesët normal moderne patjetër që po, sepse sot në këtë ditë kanë dalë lloje soi, domethënë gjona që s'dum njerëzit tani janë kap fort mas atyre dhe duan që ti bëjnë apo duan që t'ju shkojnë mrapa. Po që normalisht kjo gjë duhet ndodhi gjithmonë pa harru, domethënë pa lënë pas atë pjesën e trashëgimisë. Me çka kam vure unë në përdasma, ndodh shpesh që këto që mundon të bëjnë një dasëm moderne. Kur them moderne është që nuk zbatojnë të traditat që janë gjithmonë në përdasma. Vjen një moment që kur DJ ose orkestra luan ato muzikët popullore, kur them popullore, folk tradicionale, gjëra, gjithë i duan. Gjithë ngrenë kohë. Po, pse pretendojnë sipas teje, pse pretendojnë të bëjnë diçka moderne kur duan shumë të tradicionale? Unë për veten time e quaj sikur të gënjesh veten, të bësh një gjë të tillë është gënjesh veten, sepse ç'a ndodh? Në momentin që është ajo që the ti që DJ apo orkestra kushdo që vendos një muzikë tradicionale shqiptare, folk shqiptar, aty ngrehet gjithë salla kohë. Aty tregon domethënë se kush e ka rëndësinë më të madhe. Normalisht thash, pjesën e modernës janë të gjithë që tani duan që t'i shkojnë, mundohen t'i përshtaten, sepse njerëzit për fatin tonë të keq janë po mundohen që t'i bëjnë më shumë gjëra për t'u duk se sa për t'u ndier mirë. Mendoj unë, mbas jam i gabuar, por që duhet të jenë të dyja gjërat. Të bësh diçka normalisht që dhe të ketë një sy të bukur dhe të ketë një pamje të bukur, por që edhe ti normalisht në fundit ta shijosh edhe të ndihesh mirë. Duke qenë se njihemi prej kohësh, unë e di edhe nga kërkesën që kem punë, domethënë edhe pronotimet, edhe dëshirat e çifteve për t'ju pas juve pjesë të dasmës vet. Unë do doja të dija ti si afrim çaj sjell ndryshe se cilës dasëm. Që mos dalë, si më thënë, se mund ndodh brenda një fisi dy dasma në 2 javë, edhe mos dalë një të gjë. Na ka ndodh. Kjo gjë domethënë normalisht tani dal pak te aspekti profesional. Normalisht që aty bëhet, domethënë ne mundohemi që të krijojmë koreografi nga më të ndryshme që të mos jetë asnjëherë e njëjta gjë. Edhe kjo gjë jo vetëm kur bëhet fjalë që atëherë normalisht që po kur bëhet fjalë për dasma brenda fisit, por që edhe nga dasma në dasmë që nuk kanë lidhje fare me njëra tjetrën, mundohemi që të bëjmë diçka ndryshe, domethënë te pjesa sepse shqyr Zotit për fatin tonë të mirë valle tradicionale ka si ta quajmë, ka një larmishmëri të madhe të koreografive dhe ke çat tregosh. Më kupton, dhe kjo gjë ta jep mundësinë që ty në çdo dasëm të krijosh diçka të re, të bësh diçka ndryshe dhe normalisht që edhe për syun e dasmorëve apo klientëve të quajmë këtë rast, të mos jetë diçka e bezdisshme sepse është ajo që the ti që ne bëjmë pafund raste, domethënë që bëjmë nga dasma, domethënë kushëriri apo shoku apo edhe dasma të shtëpisë, domethënë që bëjmë të njëjtët njerëzve, normalisht aty mundohemi që të ndryshojmë si te pjesa e vallës, si te pjesa e tupanit, normalisht ndryshojmë atë pjesën e koreografive. Diçka që më pëlqen tek ju, te grupi juaj, se siç e thash kemi rastis shumë herë, bile edhe bashkëpunojmë, është që veshët janë 100% tradicionale, nuk ka ndërhyrje tek veshjet. Sepse kur themi po bëjmë një performancë tradicionale, me patjetër që duhet majmë tradicionale. Kur ti sjell diçka të re, vjen një emër të ri, vjen një emër asaj që krijon. Mos ma prek traditën. Unë nuk duhet ma prekin traditën. Pse? Ma shkas nga kjo se unë reagoj pak. Edhe para pak ditësh, kishte bërë një story, po bëni një paradë mode, edhe ishin to kostume tradicionale, edhe i kishin zhvesh me një lloj forme që me tart turp për traditën që shef. Nuk e di nëse të kara, se janë video që ecën dhe bëhen virale, ato je legu i burrave shqiptar, kishin vesh pak mish, kërtiza burrit jashtë, deformimi i asaj është. Domethënë, edhe i reagoi këtij njeriu që e kishte hedh story. Jo, tha, mu më pëlqen anek ne. Okej, më po vjen një emër tjetër, mos ma prek traditën.
Ose më saktë mos u mbulon pas traditës. Jo, po kjo është e prek me traditës, sepse ta thash është si puna e asaj dasmës që e duan atë moderne, po sa plas tradicionale. Sa do nuk ka ngatikim, valla, thash është ajo që nuk duhet i hikim asaj që ne kemi të trashëguar nga njerëzit tonë. Për sa i përket kësaj që fole Geni është shumë e vërtetë. Unë në çdo event veshjet i kam domethënë pikën më dobët, sepse ajo është domethënë edhe sikur të mos kërcesh fare, vetëm ajo veshja e traditës tonë, veshjet kombëtare tona janë aq të bukura, janë aq larmishme. Dhe aq domethënë se sa sinqerisht domethënë kur shoh njerëz që i deformojnë kuptimin e fjalës, realisht është për të futur të kokës. Edhe unë shqyr Zotit në çdo event që kam mundohem të përshtatem sipas krahinës. Veshjet nuk është se kam një model veshje dhe me atë veshje që kam u bë gjitha dasmat, unë çdo lloj krahine dhe jo vetëm si thua bazën, veri, jug, Shqipëria e mesme, të çdo lloj krahine. Korç, flasim të jugu, Korçën, veshjet Vlorës, veshjet Pogradeci, domethënë kanë secila nga një element ndryshëm që e bëjnë të tregoj se e cilës krahinë është. Edhe normalisht kjo gjë domethënë më ka favorizuar. Edhe thash, unë nga vetë imi që i kam të grupit tim, domethënë ansambli kërce me traditën. Thash, ajo pjesa traditën unë gjithmonë e bëj me shkronja të mëdha që tjetë të theksume e gjë, sepse është gjinaf ta deformojmë edhe ta shkelim me këmbë. Ma parashtrove vetë se do të pyesja a bëni dasma nga gjithë Shqipëria. Unë në një tarme, ndoshta nëse do më intervistonte dikush do doje të më pyeste për krahinat e përgjitha. Tani po të pyes unë ty, du të më bësh nga një parashtrim për secilën krahinë të shkurtër, për ato gjëra tipike të bukura që ka. Se të Karan, Kukës, Tropoj, Shkodër, Dibër, si ishte e vetë jug, Korçë, Saran, gjitha. Me krahina, veri, jug, ose juglindje kështu. Tash, po i marrim, po i nisim kështu, po nisim nga Veriu, nepse unë jemi të dy nga Tirana, po nisim nga Veriu. Unë jam nga Durrësi. Po jemi Shqipëria e Mesme. Nëse Shqipëria e Mesme. Po nisim nga Veriu, domethënë ajo që më bë përshtypje te pjesa e dasmave të Veriut është që janë dasma shumë atmosferike. Janë dasma që vërtet i japin shumë rëndësi, e shijojnë pafund, edhe them drejtën, ato që po mundohen ta ruajnë më shumë pjesën e traditës, flas tek mënyra e bërjes dasmave, për mendimin tim deri tani janë Veriu dhe Shqipëria e Mesme deri diku. Jo se jugu jo, po që mbase nuk e di, jugu kanë sepse historikisht ne kanë ngel ajo tani që ne Tiranësve ose Shqipërisë Mesme dhe Veriut na thoni çik malok, ne jemi malsor, nuk jemi malok. Edhe normalisht ne kemi qef traditën, nuk e harrojmë lehtë traditën. Jo se jugu nuk janë, jo se jugu e harrojnë traditën, përkundrazi se nuk duhet të bëj krahasim apo të keq kuptojnë njerëzit as pak. Ne kemi bërë dasma jugu pafund që dha ato domethënë sipas traditës, në ato mënyrën e tyre që se si e parashtrojnë dasmën. Në përgjithësi dasmat e jugut janë dasma të qeta, ne siç e dimë edhe ti e di vetë që domethënë janë dasma vetëm me valle të lehta, valle kur themi të qeta nuk do të thotë dasma pa atmosferë. Jo, dasma të qeta, jo as pak. Jo, as pak. Janë dasma domethënë që janë më të shtruara. Te pjesa si thosh koreografike janë më të lehta për të. Është si të them unë ty të bëjmë krahasimin një valle jugu me një valle të Veriut normalisht ndryshojnë si nata me ditën te pjesa si nga ana e koreografisë, domethënë si te pjesa atmosferike. Shikom. Gjithë njerëzit që merren me art, gjithë njerëzit që merren me traditat, gjithë njerëzit që bëjnë punën që bëjmë ne, e kanë diçka mendoj unë që do donin ta krijonin veten. A ke kriju ti diçka ose a ke plan ti, ndoshta ku dëgjon një performancë, një koncert, një koreografi, një gjë që quhet e ansamblit Kërce me traditën? Unë deri tani nuk mundem, unë jam një tip që ti mjef pak a shumë, jam shumë i thjeshtë si natyrë, nuk kam qejf që të them, edhe kur e kam diçka time, nuk para e shpreh atë gjë, kupton? Janë një pjesë shumë e mirë e grupeve që nuk i thrasin për shembull në emër të grupit, po i thrasin në emër të atij që e ka. Te unë ke grupi im asnjë nuk ma di emrin apo nuk e di kush që unë jam ai kryesori asaj gjë, se nuk e quaj veten as pronar, as drejtues, po që te pjesa e drejtuesit po, se thash as drejtues janë. Edhe deri tani nuk mund të them që unë kam kriju diçka që është e imja. Përveç pjesës thash që unë i qëndroj fort asaj pjesës që të mos e cënoj. Ja, kam te krijimi artistik, më kupton? Ndërsa te krijimi artistik, unë me kismet Zotit e kam me shumë qejf
që sepse unë tash i kam kriju edhe këtë hapësirën që të bëj edhe pjesën e kurseve. Thash këtë nuk e them për pjesë promovimi, thjesht e them që unë kam fëmijë vet, ti ke fëmijë dhe unë kam qejf që nesër pas nesër fëmia im jo të ndjekë rrugën time, përkundrazi sepse ta zgjedhë vet, po që të mos e lej pas ose të mos e bëj të harruar, ta di atë origjinën e vet se nga vjen. Edhe me kismet Zotit normalisht pse jo, dhe unë mund të krijoj diçka nesër pas nesër që të ngelet qoftë një shfaqje apo një koncert që të jetë me gjurmët vjen një moment e grupit tim. Tek dasmat që edhe lodhesh. Ti jemi realist. Nga mbi ngarkesa, edhe klientët kanë ca kërkesa që ndoshta edhe të mërzisin pak. Kur është ai momenti, a ka ndodhur ndonjëherë që thosh për shembull që për shkak të këtyre gjërave do ta lej këtë punë? Ka ndodhur shumë herë. Realisht ka ndodhur shumë herë dhe por që ai pasioni dhe dëshira që kam për këtë punë që bëj gen nuk më le që të dorëzohem. Sepse realisht më ka ndodhur shumë herë. Thash, unë kam të gjithë përgjegjësinë mbi kurriz. Domethënë e kam çdo gjë, pjesën e rezervimeve, flasim tani në aspektin e pjesës e eventeve që kemi, pjesën e rezervimeve, bashkëbisedimet me klientët, ato pjesën e preferencave muzikore, pjesën e veçjeve, edhe kur mblidhen gjitha bashk është vërtet shumë edhe realisht shumë herë them stop. Po që prap thash, ajo pasione dhe dëshira për ta bërë këtë punë nuk më le që të dorëzohem edhe nuk besoj se do dorëzohem ndonjëherë, sado që them nuk do e bëj më, prap nuk do dorëzohem ndonjëherë. Shiko, unë ty s'kam parë herë të mërzitur. Unë përkundrazi shumë të qeshur, Vile. Është një gjë që na bën përshtypje gjithmonë në dasma, edhe çunave të mi që gjithmonë i përmend Marcelit dhe Ibus. I bën përshtypje që ore, mërzitën e herë ky. Mërzitesh një herë ti? Jo. Domethënë mërzitem, unë sado jam edhe tip që nuk e shpreh. Se më përgjithësi jam tip i qesh, jam tip mundohem të jem pozitiv. Okej, ndjesë është puna valla. Unë se du të dal pak te kjo gjëja tjetër që unë shqyr Zotit jam rrit nga një familje që me besim të madh në Zot. Edhe për këtë gjë falenderoj Zotin që unë po ndjek hapat atyre. Por që gjithmonë ata janë mundu dhe më kanë ushqyer atë idenë që bëj mirë sa ke mundësi. Ose qoftë edhe mos nga ana financiare, qoftë edhe me llaft mirë njeriu, mjaftoj që mos t'ia thysh zemrën apo ku di unë mos t'i kthesh me mënyrë arrogante sepse tek e fund ditës nuk fiton asgjë. As gjë nuk do të marrim prapë me vete. Unë gjithmonë mundohem të tregoj miqesh, mundohem të tregoj pozitiv edhe t'ju lej hapësirë si klientëve, si pjesëtarëve që punojnë me mua, domethënë çuna dhe goca që punojnë me mua, që t'jemi bashkëbisedues dhe jo të dominojë ajo gjë që jam unë këtu edhe s'ka. Unë se bëj dot atë gjë. Edhe kjo gjë domethënë për këtë arsye unë jam gjithkohës i qesh. Mu bile shpesh herë ata më thonë, "Ore, tregoj çiki rrep, na bërtit në herë për Zotin, ta them me sinqeritet, që ore na bërtit në herë, nuk e bëj dot." Nuk e bëj dot sepse është me tip, është me natyrë. Një nga të ftuarit që kam pas, edhe ai valltar, ai faktikisht koreograf në nivel profesori më shumë. Nuk është se merret me grupe me gjëra, jepte mësime kështu. Thoshte që gjatë karrierës artistike kështu, shkoj shfryem ke shtëpia, ke familja. Kuptimin e mirë të fjalës, ajo më shumë e bën namin atje. Duke qenë se ti mund bësh dhe 3 ose 4 dasma në natë. Imagjinoj jem performancë një mesatare 700 veta në një natë. Edhe ka reagime, ka gjëra. Ku e nxjerr ti këtë? Se gjithë e kemi atë pikën e dorë. Ku e nxjerr ti dhe kush ta pranon ty? Unë, domethënë, shpesh herë flas, jo shpesh herë, po unë shumicën e kohës, domethënë çdo gjë e ndaj me bashkëshorten time. Tash, ose momenti që ajo gjë që mua më shkarkon plotësisht nga ajo energjia negative që mund të kem marrë gjatë ditës apo nga ai stresi i punës është kur futem deri shtëpisë edhe shoh 2 kalamet e mi që më dalin para, domethënë valla nuk e di, po them sikur të kem bajt gur gjithë ditën, nuk më hyn sy se ja ka vlet në fund ditës sa kam bërë për ata. Po që normalisht edhe bashkëshortja më ka suportuar goxha jashtë masë shumë, edhe gjithmonë për këtë gjë domethënë është mundu dhe më ka net krah ashtu siç un kam dash. Sepse mirë keq dum vlla, ka momente që ajo që si thosh aty ku shkarkohet ajo rrufeja, domethënë duhet të ketë diçka si thonë llavi, duhet të ketë metal. Ai metali që shkarkohet mund është gruaja. Edhe normalisht edhe asaj një herë ndodhe pjesa e ngritjes zonit apo që to gjonat e vogla normalisht, po që ajo më ka kuptuar jashtë masë mirë sepse e di ngarkesën që kam. Edhe për këtë arsye jo, duhet më falenderoj për Zotin e Madh sepse sinqerisht më ka nejë shumë afër edhe më ka suportuar jashtë masë shumë. Më the që ke filluar moshën 6 vjeçare.
Ma trego një rrugtim të shkurtër, ka 6 vjeç e deri më sot. Rrugtimi ka qenë i gjatë, po do i bi shumë shkurt. E kam pas qysh fëmijë pasion këtë gjë dhe unë momentin që i kam kushtuar rëndësi kësaj gjës, edhe pse isha në moshën 6 vjeçare, isha fëmijë. Se normalisht nuk mund ta dalloj që në atë moshë një njeri se çfarë duhet ndjeki, po unë sinqerisht që atëherë më duket sikur e ndjeja që kur isha në valle, kur isha në prova, thoja sikur gjeja qetësi me veten. Edhe aty e kam kuptuar domethënë që kjo është ajo gjë që unë duhet bëj. Edhe pranej për këtë arsye unë e kam pasion edhe do e kem gjatë gjithë kohës dhe nuk do mërzitem kurrë nga kjo gjë. Rrugtimet e fazës time me vallën kanë qenë nga më të ndryshmet. Unë nuk harroj një moment kur kemi qenë me një koncert në Shkup, Maqedonisë, në 2010-ën, dhe kemi pas një valle shumë të ndërlikuar, valle Veriu, valle Shqipës. Dhe në një moment unë ka qenë një pjesë koreografike që duhet hypja mbi supet e çunave dhe kur do bija si shqipojnë, po që me këmbët mbledhura, jo në këmbë. Edhe me ato pupat që kishim, ato pupat tradicionale që kemi, unë në momentin që bie zë keq, domethënë heq komplet thojën e gishtit madh. Edhe pupat ishin të bardha. Edhe koma ishte ndërkohë ishte mulu në gjak. Për zotin, nuk të harroj afrime asnjë fjalë. Ishte profesor Xhever Ahmet Pasti ishte poshtë skenës aty dhe që po bënte me dorë që dil. Edhe kisha diku te 2 minuta e pak sekonda prapë që vazhdonte koreografia. Edhe isha solist. Edhe besoj që nuk e kam lënë. Në çdo, domethënë mbasi kemi marru, e vetmja gjë që më e mend mirë që nuk do harroj kur kemi marruar në koreografin, ka ndalu, ka stopu për një moment ajo pjesa e atij aktiviteti, as prezantuesi nuk u ngjitëm në skenë sepse hyn direkt pastruesit për të pastruar skenën. Realisht, domethënë u mbulu koma në gjak. Edhe aty kam marrë çmimin valltari më i mirë nga gjitha grupet që ishin. Aty për herë parë një time kam dhënë autograf again. Nuk e dija ç'a ishte, për zotin. Vini njerëz më thoshin mjep autograf dhe unë që pyeta personin ç'a duhet bëj. Ti e shkruaj emrin mbi emër dhe firmën. Edhe ajo firma ime në atë kohë ishte vetëm një X aty edhe kaq. Kanë qenë eksperjenca nga më të ndryshme dhe nga më të bukura. Nuk do ja harroj kurrë. Nuk do ja harroj kurrë për zotin. O Afrim, shiko, unë për veten time, kur bën ndasma, kur marrën këtë procesi, madje edhe pagesa. Pjesa që më jep më shumë kënaqësi është kur vjen prindi ose dhëndri që të vjen të përshafon. Është momenti më i bukur. Kush është pjesa më e bukur që t'jep atë që thup ja vlen? Kjo pjesa më e bukur, unë asnjëherë nuk e kam kushtuar rëndësi pjesës monetare të punës time. Normalisht ka ato rëndësinë vetë edhe pjesa e pagesës, te puna jonë se në fund ditës pra qëllim jemi. Por që mua ajo që mu më jep kënaqësi të veçantë edhe të papërshkrueshme është vetëm fjalët edhe falënderimet e qoftë familjarëve, qoftë vetë çiftit. Domethënë, kam një moment, nuk e dini se ke pa një nga videot e mia që kam te faqe me një nuse që sa ka marrë dasma, ajo kishte dhondri ishte gjerman, kjo goca ishte tiranëse. Edhe kur ka marrë dasma ka qenë një moment, një përqafim, po domethënë ai përqafim ishte aq me vlerë, ogen, aq i pachmueshëm për mua, sa sinqerisht, edhe sikur na dasëm mos kisha marr pagesë fare për zotin, nuk do e kisha vrarë me një fare. Sepse sinqerisht mund sa i kushtoj rëndësi pjesës që ta bëj atë punën që kam nis ashtu siç duhet, nuk i kushtoj rëndësi asnjë lloj gjëje tjetër, flas në aspektin monetar. Edhe unë kam pas raste pafund. Kam pas raste pafund që kam marr falënderime, edhe dhurata nga klientët. Kemi edhe një moment që me i dasëm, mbasi kemi marrë me dasëm, dhe kjo ka qenë ajo që the pak më parë që dasëm nga kushëri në kushëri. Edhe ishim prapë të dasma e personit që na kishte pas marrë dasmën vet. Edhe sa kemi marrë dasmën na ka prit me tortë në dorë. Kur kemi dalë nga dasma ishte torta me logon ton ansambli Kërceve në Tradin. Ishte emocion i papërshkrueshëm. Sinqerisht emocion nuk e di. Nuk gjej fjalë ta përshkruash. Folëm për gjëra shumë bukura, emocionuese edhe që t'japin një ndjesi ndryshe. Po momentet sikletshme. Tregona një moment sikletshëm që keni kaluar. Edhe momentet e sikletshme janë pafundme. Kemi pas momente nga më të ndryshme si me pjesën. Nuk duhet të flas, kjo bisedë që po bëjmë ne bashkë është një bisedë, për të përcjell një mesazh, por që edhe kur të cekim disa momente nuk duhet ta marrin njerëzit sikur ne po flasim, po nuk do ta marrë askush personale. Kemi pas një moment, kishim një dasëm kosovare. Dhe ajo nusja ishte shumë e fiksuar që donte të bënte hyrjen e miqve me ne, miqësisë së re. Edhe më thotë që të lutem, më bëj një program që të jetë sa më i bukur. Edhe unë atë program e kisha realizuar, edhe kisha në USB. Shkoj për ta dorëzuar te DJ.
DJ-t nuk po ja pranon të laptopi USB-n. Edhe I them që ta kalojmë opsione të tjera, normalisht të gjërat e punës, se kalojmë në airdrop e kthejmë, thot DJ thotë që unë s'di ta përdor airdropin. I them po mle ta marr, ta përdor unë se ja, jo thot po pajisjet e mia nuk I pret dot ti. Do me thonë kam bo ato gjën që donte ai nuk e kam realizu fare. Që kërkoi nusja. DJ normalisht eci me atë që shif se është problemi USB-s. Unë as nuk e mora mundimin që ta zjas si gjë. I thash asaj të më kërkoj ndjes. Nuk ishte shkryt me më u bo, nuk u bo, sepse nuk e kam për natyrë me net me bo këtë pjesën e pasimit fajt, e ka ky e ka I gjoj që ndodh se është e shkryt me prej arsye, normalisht që ka dhe nga këto raste, nuk kemi vetëm të mirat e puna jonë, sepse normalisht përplasemi me situata nga më të ndryshmet, por që ajo që më ve më shumë një vështirësi Eugen dhe më ve më shumë pozitë është pjesa orareve me dasmat, sepse këtë verë kishim një rast në Kukës që na vonum jashmase shumë domethënë për shku, ishte dasmë darke. Aty domethënë kam marr fjalë nga më të ndryshme nga klienti, po ajo që më ka sinqerisht më ka lënë pa fjalë ishte që deri në momentin që grupi nuk ishte arrit, ishte gjithkohë telefon, presione, gjona, hajde, kam paguë, këte ande, pse gënjeni, do arriti deri në atë pikë sa më tha mu do të degeneroj edhe në rrjetet sociale, tha se mashtru se këte ande, o vlla thash për zotin nuk ka asnjëna nga këto që po thuti, thjesht më ndodhi një vonesë me dasmën tjetër dhe ata janë rrugës. Edhe nëse më e shkruajti zoti, arriti grupi, u fut në dasmë, unë isha vetë në dasmë në atë moment me një event tjetër, edhe kur kam dalë nga ai event jemi sinqert ka qenë dasma parë që mëse kam pas me jenë aty. Ta jo dasëm. Pavarësisht se punën e realizova, po që unë kam qef që ti përjetoj me shpirt edhe vetë gjërat. Dhe ka jo dasëm nuk kam qenë realisht sepse kisha me jenë Kuks. Po kur kam dalë nga dasma pastaj gjeni vetëm kam pa një mesazh që o vlla grupi përfundoi të falenderoj nga shpirti për performancën, për Zotin e madh thash I moment po fërkosh asy dorë thash a është ky numër që po më shkruaj mua apo se para 5 minuta çfarë s'po thosh se pastaj doli te pjesa falënderimit. Ka situata nga më të ndryshme, po prapë në fund ditës. Shikom, kjo te menaxhimi I kësaj situate mendoj që është edhe pjesa e eksperiencës, sepse duhet me kuptu që një njeri që bën një dasëm, unë kur e martu vet, o zoti i madh, debate pa lidhje në shtëpi, pa lidhje fare. Gjëra shumë vogla. Dhe duhet me kuptu që ka një përgjegjësi dasmori. Sidomos ai që ka dasmën. Edhe atij I falet. Atij I falet edhe komenti, mjafton mos të ofendoj, ta kaloj në aspekt personal. Edhe ashtu prap falet. Mjafton që në fund fare të thotë Olla faleminderit, e realizova atë që desha, kupton? Edhe gjëra të tjera kalojnë brava. Edhe unë kam si normë dhe si traditë që nuk I kthej përgjigjen në moment. Në çdo lloj muhabeti pa aq më tepër në një event. Nuk I kthem përgjigje sepse ajo është I kushtëzuar, është në presionin e gjës, normalisht nuk diskutohet. Ka emocione edhe gjitha dihet që kur njeriu është në kushte të tilla nuk është 100% vetvetja. Mjafton që kjo lloj energjie mos vazhdoj pastaj edhe mos ngelet aty ku e nisi, më kupton? Është vërtet. Edhe prap shijon më shumë kur ajo është aq I mërzitur sa ti thu nuk jam aty fare dhe kur ta çon atë mesazhin që të shijon ai shumë. Shiko, du di pak nga ti bashkëpunimin ose marrëveshjen që ndodh gjatë një eventi me pjesën e tjerë që bëjnë mund realizimin e dasmës, siç është muzika, kameramant, ndriçimi, kamarierët. Si e shefti ose si ka qenë eksperjenca jote në përgjithësi me këto marrëveshje? Unë deri tani shqyr Zotit, përveç atij rastit që përmenda pak më parë, nuk është se kam pas problematika, kjo bazuar nga vetë fakti që unë kam edhe vetë çika të tipin që mundohem të familiarizohem shpejt me njerëzit. Ka pas raste me DJ, sepse mu do me DJ më lidh puna më shumë, me DJ me orkestrën, se me kamerën nuk është se do kem në ndikim kush e di vetëm momentin që kur do hyet, do të thonë që dinë edhe ato momentet që kur do jenë pjesët më të bukura, por që ka pas shumë raste me DJ nga më të ndryshmet që realisht kam shkuar, kam takuar dhe mundësisht edhe kam përqafuar sikur të kisha vite që e njoh. Edhe këtë gjë e bëj jo për tregu atë servilizmin, sepse nuk e kam për natyrë, po thjesht që sepse ke në fund ditës ai nga gjitha ato lodhje që ka se do ata kanë atë ngarkesën e vet, kanë atë përgjegjësinë e vet. Nuk ma ka për borxh mua që ti shkoj atij zotërisë aty dhe ti them o vllai merre këto USB-n ti dhe mbetos sik mu këtë muzikën ti se do bëj punën time. Më kupton? Kështu që normalisht ajo mënyra e prezantimit është kryesorja besoj unë, edhe këtë gjë domethënë unë e kam pas gjithmonë në favor të vetja që nuk e kam tipin e arrogantit si në mënyrën e të folurit, si në mënyrën e të shprehurit gjërat, por që në përgjithësi e kemi kaluar domethënë kemi pas marrëveshje. Kemi pas marrëveshje dhe nuk kemi pas problematika, shqyr Zotit. Flasim problematika që
të jenë shqetësuese, se normalisht puna të bën vetë që të kesh situata nga më të ndryshme siç i kemi pas. Shiko, mbash bisedimi, kisha i mene pyetje për harrova. Mbash bisedimi me ty për këtë lloj fushë, jam i bindur që do jetë shumë i gjatë, a kupton? Edhe duhet më prekësh pak edhe aspektin personal, rrugtimin tënd, suportuesit tuaj, grupin, mund përmendesh dhe emra nëse ti do. Patjetër që unë unë nuk sepse realisht unë e them gjithmonë që punën time unë nuk e bëj vetëm. Mos them që arrim në atë pikën që shumicën e punës e bëjnë çunat. E bëjnë çunat, është vërtet. Edhe duhet mi falendruar patjetër në çdo moment. Dhe falendrimet tona janë këto taget që bëjmë, a kupton? Po, nuk diskutohet, Do thotë që është, domethënë, ne kur bëjmë tag njëri tjetrit në Instagram, nuk është vetëm ajo thjesht aspekti rrjetit social. Ja, nuk është pjesë e marketingut apo ashtu. Po jo, nuk është rastisht bashkë një dasëm. Është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Edhe po ti shohësh storyt tona janë gjithmonë DJ, ndriçimi, dekori. Po, është vërtetë. Valltarët e këto. Është shumë e vërtetë. Edhe gjej rastin ti falenderoj domethënë, a kupton? Na dhon gjë. Duke qenë se me ty kemi has shumë shpesh në përdasma, në për gjëra, prandaj e ceka si unë e kam nis flas tani dalim te pjesa e krijimit grupit, se si e nisa krijimit ansamblit. E kam nis domethënë kam pas një sallë ambient kursesh dhe më pas duke pa që shumë po kjo pjesa e vallave gjëra po bëj plus edhe ajo dëshira ime që të futem edhe unë vetë që ore shiko se bëhet edhe diçka ndryshe, sepse normalisht kishim ngel gjithmonë me ato dasma tradicionale që nisi dasma maroj, domethënë vetëm dasmorët, aty as diçka ndryshe, sepse edhe për syun e dasmorëve është diçka e bukur. Është diçka e bukur. Jo vetëm nuk po flas vetëm për aspektin e punës time, se sot kanë dalë surpriza nga më të ndryshme nëpër dasma, po që po rritet pjesa ime. Dhe kur e kam nisë të gjë, e kam nisë thjesht haq se do i hyj. Çat ke shkruajt Zoti, valla i thash do i hyj, izmetin do ja bëj, riskun do ma japi Zoti. Unë e kam nisë me Lymin, është çuni që kam unë te grupi që është direkt mas meje aty. Është jashtëzakonisht shumë i talentuar, shumë djalë i mirë, shumë pozitiv. Dhe kam thonë që o Lym, du të bëj këtë gjë, ai me mua. Tha, okay, nisim, çat ke shkruajt Zoti, do e bëjmë. Edhe kam bën fillim, domethënë e kam nisë me këto, kam bën shumë evente që i kam bën pa pagesë vetëm sepse dum në fillimi duhet është çik vështirë ajo pjesa e marketingut, sa të kesh një material, një gjë, se unë nuk e vej në diskutim fare pjesën e profesionalizmit tim, po që kisha më shumë te pjesa që të bëjmë edhe pak marketing, se dum sot në këtë ditë, domethënë është pjesa më e rëndësishme e një biznesi. Edhe e nisëm këtë gjë, kemi nisë 4 veta. Ne sot jemi 12, edhe me Zotin para me kismet Zotit verës që vjetë të bëmi 18. Edhe pra ne gjithmonë jam mundu që ti marrë gjërat shkallë, mos nis direkt me bo buj. Di çam bërë shumë përshtypje ke kjo ajuja më? Tupanat. Si u bë tupani për këtë Shqipnin? Se tupani është më shumë veriora, Është. Edhe tani e shef çdo lloj dasme. Në çdo lloj dasme. Si u bë tupani kështu? Si mendon ti? Unë besoj që normalisht që njerëzit është çfarë shohin duan të bëjnë. Edhe mirë bëjnë, domethënë nga një aspekt, sepse nuk është e thonë se vetëm se unë kam bë dasma pafund edhe në jug. Realisht, edhe me tupan, realisht kam bë dasma pafund edhe në jug edhe me tupan. Edhe e kanë shiju pafund. Për Zotin e kanë shiju pafund. Unë mendoj që edhe jugu, ne jemi, domethënë të treja krajinat, si Shqipëria e Mesme, si jugu, si veriu, kanë nevojë për njëra tjetrën. Siç nuk kemi dasëm veriu që nuk rri pa pogoniste, vlla, nuk është e pamundur që të rri pa e boj pogoniste, apo dasëm jugu pa e boj Valle Kuksi, apo këto dy tjerat pa e boj Napoleon. Domethënë janë të lidhura me njëra tjetrën, të treja, edhe kjo është ajo gjë që e jep rëndësinë dhe nuk bën dallim si në veri, si në jug, si në Shqipëri. Ti çfarë do sugjeroj unë juve grupeve të valltarëve, duke qenë se edhe unë jam i fushës e mblinde drejta me edhe një sugjerim. Patjetër që po. Unë do doja për shkak që në çdo performancë të përfshihet një minutash i shkurtër i një krahinë tjetër. Për shembull, jem veri, bësh një performancë, nuk po them ke këto super tipiket, po edhe të jugut. Unë kam babin tim për shembull, që edhe babim ka vite që merret me dasma, është artist. Ai është skulptor, po. Edhe domethënë videograf ka 30 vite, po. Artist, valla, mos e luaj fare. Edhe ai njeh shumë mirë këto, edhe her mas here thot për shembull që fute pak lezetshëm. Fute pak domethënë dasma mos shërbej vetëm për tu kënaq. Se dallon kënaqja nga argëtimi
Është si puna aty në që thon entertainment, a kupton? Është ndryshe aktimi, është ndryshe kënaqja, është ndryshe plotësimi i dasmës në mënyrën tradicionale më të mirë të mundshme, sepse dikur ndasma bëshin dhe performanca teatrale. Ato, domethënë gjitha vallet tradicionale kështu kanë lind duke bëu performancën e këtyre herojve gjë. Është vërtet. A kupton? Edhe e bën tamam edhe një përcjellje të krejt shqiptarisë, a kupton? Edhe këto do doja ta shifja ndasmën. Unë realisht nuk e di, po ti e di se kemi po thash, ne kemi po dasëm pafund bashkë, po që unë gjithmonë kujdesem që paktën te pjesa e valleve të bëj një miksim të gjës. Nuk shkoj vetëm momentet që janë dasmë që vjet domethënë vet klienti më thot vlla, unë du të rri vetëm te kjo dhe është tjetër gjë kur ai kërkon po që unë vetë si prezantime bëj një miksim të krahinës. Pse? Nuk përveç pjesës që është më e rëndësishme kjo që the ti, po që është edhe ky faktori tjetër që dum Shqipëria është e vogël. Dhe është një rreth miqësie, është një rreth shoqëror. Edhe unë këtë gjë edhe mënyrën e prezantimit të klientët, domethënë kur vinë e them që ore shiko se mund të rrish vetëm jug ose mund të rrish vetëm veri, po ti do kesh një lidhje miqësie ose një lidhje shoqërore. Edhe është një respekt një farë mënyre për secilin. Se ti mund vendosesh, po marrim shembull, ke miq nga jugu, ti mund vendosesh vetëm veri, po prit se kur vendos atë vallën e jugut, kur interpretohet ajo vallja e jugut, edhe për atë është një vlerësim, po dha ai ta përjetoj atë kënaqësinë që po përjeton ti kur bëhet vallja e veri. Nuk është tash vetëm një kjo është gjithë, normal nuk diskutohet. Unë për vete e kam bajt si politik këtë gjë që tjetë një miksim i gjës. Sepse normalisht thash, në fund ditës dasmën ne shqiptarë e kemi domethënë këtë pjesën e traditës që duhet këtë pjesën e respektit më shumë, që mundomi që hase të respektojmë këtë, respektojmë atë. Po prit se këtë janë shumë gjona që e tregojnë respektin. Nuk është puna vetëm te veni, sepse më ulet ke dera apo pse më ulet këtu. Sa e bujmë çik këtë problematik, ne? Po që unë për veten time më shumë do isha mërzit nëse po marrim shembull ikin në X dasëm të një shok apo flasim ose një i ftuar, qoftë edhe të njerëz e gruas time, nuk më venosin një muzikë Tiranë, do isha mërzit më shumë për atë që s'po ngjoj çik muzikë Tiranë, se sa do isha mërzit se ku muli. Më kupton vllajt? Kjo është Afrim, unë të falenderoj shumë se tash biseda me ty s'do mëronte kurrë. Do doja një mesazh prej teje për njerëzit që ndjekin artin dhe traditën dhe për ato që ndjekin artin dhe traditën e fushës qeti. Mesazhi im është shumë i qartë që nuk duhet kur, po në asnjë moment që ta harrojmë apo ta ndrydhim atë që ne kemi të trashëguar që nga të parët, nuk po flasim fare në aspektin familjar apo nga gjyri, po që nga të parët duhet kthehemi pas qysh në atë kohën që siç kemi ne këto rrobat e trupit sot, një kohë kanë qenë veshje tradicionale që janë sot kanë qenë veshje e përditshme e parëve tanë. Edhe unë për këtë arsye nuk, sepse po të them mos të harrojmë vallën, do duket sikur po them tash po flas për të aspektin punës time. Nuk e kam aty. Edhe pjesën e vallës, koreografi, domethënë vallës tradicionale, nuk duhet ta humbim. Nuk duhet ta humbim sepse janë komponentë që po ti bësh gjitha bashk e formojnë atë emrin e bukur që ka tradit. Edhe normalisht ne duhet ta trashëgojmë më së miri, edhe prap ajo që ceka pak më parë, nuk duhet harrojmë se nga erdhëm. Unë të falenderoj edhe unë të jashmase shumë për këtë mundësi, po e quaj prap mundësi sepse për mua mundësi është thash ajo që bën ti është promovim edhe unë e vlerësoj shumë. Edhe realisht ishte një kënaqësi e veçantë edhe për mua se je djalë plot vlera dhe je kampion. Duke falenderuar Afrimin edhe juve që na ndoqët. Unë për vetë u kënaqja shumë. Edhe unë jashmase shumë për zot. Jashmase shumë. Edhe po surprizon çdo ditë më shumë nga këto bashkëbisedimet që po bëjmë njerëzit se po mësoj edhe po marr një ndjesi shumë pozitive. Të falenderoj shumë. Faleminderit Geni, shumë faleminderit.